Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se deri në vitin 2027 Shqipëria përfundon negociatat me Bashkimin Evropian dhe më pas bëhet anëtare e familjes së madhe europiane. Për të arritur këtë, sipas Ramës, shqiptarët duhet i japin atij edhe një mandat tjetër qeverisës në zgjedhjet e 11 majit. Duke folur në rubrikën Sy më sy, Rama renditi disa nga përfitimet që do të kenë qytetarët shqiptar nëse vendi bëhet anëtar i Bashkimit Evropian. Pasaporta europiane na bën qytetarë dorës parë, sepse nuk ka më kufi për ne. Nuk hym më në radhë për të shkuar te ai polici. Nuk na pyet më njeri sa do rrim, as kur futemi brenda. Mund të rrim sa të duam. Mund të kërkojmë punë ku të duam. Nëse kemi larg qoftë një nevojë për një shërbim shëndetësor, e marrim njësoj si ata që janë shtetas të atij vendi. Nëse jemi student europian, nuk jemi student të huaj në Bashkimin Evropian siç jemi sot. Dhe pasaportën mund ta marrim nëse bëhemi bashkë në 11 maj, marrim bashkë një mandat të fuqishëm për të përmbyllur negociatat, pa humbur asnjë minutë kohë, pa asnjë luhatje, pa asnjë diskutim. Rama vuri në dukje se me pasaportun europiane shqiptarët do të trajtohen me dinjitet. Sipas tij, nëse Partia Socialiste fiton zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, atëherë nuk do të humbet as një minutë kohë për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027 dhe për të bërë më pas antar të Bashkimit Evropian.